Të gjitha ato janë të kontrolluara, janë të monitoruara dhe në fund janë të lejuara nga vetë ana e inspektorëve të agjencisë që këto produkte ushqimore të përdoren nga ana e konsumatorëve të vendit. Ajo çka është për të përmendur se edhe gjatë vitit, domethënë gjatë vitit 2015, edhe përkundër temperaturave të larta të cilat kanë mbretëruar, sidomos gjatë sezonit së verës, edhe problemet të cilat her pas herë janë paraqitur domethënë në terren për shembull, nuk kemi pasur raste të intoksikacione apo helmimeve masive të cilat mund të kenë ndodhur si pasojë e keq trajtimit apo rrujtjes jo të duhur të produkteve të ndryshme ushqimore. Po ajo që është shumë e rëndësishme, nuk kemi humbje të jetës së njerëzve si pasojë e helmimeve apo përdorimit të konsumit të produkteve ushqimore të cilat direkt do të ndikonin në jetën apo edhe në shëndetin e tyre. Me një fjalë, të gjitha aktivitetet të cilat ndërmerren nga ana e inspektorëve të agjencisë, mirë po vetë nga institucioni jonë këtë rast, janë për të vlerësuar dhe ajo çka neve na inkurajon dhe çka është shumë pozitive, janë edhe aktivitetet të cilat realizohen mirë pa edhe rastet minore apo rastet minimale dita që kemi në edhe të gjeturat, në këtë rast edhe të operatorët e biznesit, sa i përket edhe produkteve ushqimore të ndryshme të cilat mund të jenë me afate kaluara kështu me radhë. Është ngritur edhe vetvedia e qytetarëve dhe vetvedia e konsumatorëve. Dhe mbi të gjitha dhe vetë operatorët e biznesit janë vetëdijsuar dhe gjithherë duke ndërmarrë veprime të cilat neve na takojnë si institucion përgjegjës në këtë rast, kështu që është një ngritje vetdijes së përgjithshme edhe nga vetë ana e operatorëve të biznesit, mirë po edhe vetë nga ana e vetë konsumatorëve dhe qytetarëve të vendit. Ajo çka vlen për të përmendur se është një partneritet i mirë në këtë rast edhe me komunitetin e biznesit, që kanë ndikuar mjaft edhe odat ekonomike në shtirjen e këtij partneriteti, në organizimin e tryezave të ndryshme diskutuese, ku janë diskutuar çështje të ndryshme të cilat kanë bënë edhe me importin e produkteve ushqimore, mirë po edhe me sigurinë dhe cilësinë e këtyre produkteve ushqimore dhe odat ekonomike, edhe oda ekonomike e Kosovës, edhe oda amerikane e Kosovës në këtë rast, kanë ndikuar që të kemi një bashkëpunim të ndërsjellë. Mirë po edhe vetë operatorët e biznesit, të gjithë ata e kanë derën hapur dhe gjithherë vinë, konsultohen, sqarohen mbi atë se çka lejohet të importohet dhe mbi atë se çka mund të importohet në vendin tonë për konsumatorët dhe për të ushqyerjet e popullatës së këtij vendi. Neve vetë dimë që jemi një vend ku kemi sasi të larta produkteve ushqimore të cilat importohen aktualisht, mirë po krahas kësaj është një mirë e madhe që edhe vetë operatorët e biznesit në këtë rast edhe industria ushqimore ka filluar të ndryshohet në kuptimin pozitiv, për arsye se sot shumica e landës parë në masë konsiderueshme, sidomos për shembull te produktet këtë rast bimore, të është fjala për fruta, perimet apo edhe përgjithësi produktet bimore, ka filluar të zëvendësohet me produkte vendore. Është kënaqësi kur sot në terren realizojmë vizita dhe të operatorët e biznesit thonë që deri para 5 viteve kanë importuar gati 90%, mbi 90% të landës së parë, ndërsa sot këtë landë parë e sigurojnë nga ana e fermerëve tonë dhe nga ana e prodhuesve vendor. Kështu që landën e parë kanë të vendit dhe mbi të gjitha kjo është një masë pozitive, çka do të thotë që është në radhë parë si prodhim vendor që prodhohen nga ana e prodhuesve tonë, mirë po përpunohet edhe nga ana vetë përpunuesve tonë në përgjithësi. Kështu që industria ushqimore, qoftë industria e fruta perimeve, qoftë industria e qumshit, qoftë edhe industria e mishit, ka avancuar në drejtim të mbarë dhe në drejtim të duhur. Vlen të përmendet që Agjencia e Ushqimit ka një bashkëpunim të mirë me zyrën e Komisionit Evropian Prishtinë, mirë po edhe me mekanizma ndërkombëtar të cilët merren me kontrollin apo të cilët merren edhe me sigurinë e ushqimit. Dhe kuadër të kësaj, gjithherë kur kemi raste të dyshimeve të produkteve të ndryshme ushqimore të cilat vijnë nga importi, gjithherë është sistemi i alertit apo sistemi i kontrollit në këtë rast, sistemi i alarmimit, të informimit mbi rreziqet të cilat mund të shkaktohen nga produktet e ndryshme ushqimore. Dhe gjithherë kemi informacionin në kohë dhe në sajt informacionit në kohë ndërmirën edhe veprimet konkrete nga ana e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë. Rasti i fundit ka qenë rasti i asgjësimit të limonit për shembull, ku është realizuar në sajt e informimit të saktë nga sistemi i rastit apo sistemi i alertit.